Përpara qindra qytetarëve dhe turistëve, në sheshin Odeon të Pogradecit u zhvillua mbrëmjen e së mërkurës koncerti Adeo mbi të gjitha, një aktivitet artistik që solli në sken këngët më të njohura të traditës shqiptare nga të gjitha trevat. Artistë të njohur interpretuan repertorin e tyre në një atmosferë festive, duke përcjellë mesazhe për ruajtjen e identitetit kombëtar, kulturës dhe muzikës shqiptare. Artisti nga Struga, Selami Kolonja, u shpreh se koncerti në Pogradec ishte një përjetim i veçantë, ndërsa vlerësoi mikpritjen e publikut dhe organizimin e Bashkisë Pogradec. Ai theksoi se pas koncertit të zhvilluar një natë më parë në Strugë, edhe publiku pogradecar e priti me shumë dashuri repertorin që përfshinte kënga jugu në veri të Shqipërisë. Sipas tij, muzika shqiptare duhet të vazhdojë të dëgjohet në të gjitha trevat ku jetojnë shqiptarët. Kënaqësi e jashtëzakonshme që të performohesh sonte në një atmosferë kaq të mrekulluar në Pogradecin e Lazbushit dhe të Mitrush Kutelit, të dy poetëve dhe shkrimtarëve të mëdhenj. Ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme dhe e shfrytëzoj momentin dhe rastin që të falenderoj Bashkimin për ftesën që na bëri, për mundësinë që na dha për realizimin e këtij koncerti. Ne mbram performuar në Strugë, morëm një dashuri ndryshe dhe sonte morëm një dashuri ndryshe. Përzgjodhëm një mori këngësh nga jugu në veri dhe u vërej që nga publiku i Pogradecar dhe gjithë ato mysafirë dhe të ftuar turistë që ishin, u vërej që ne e morëm atë dashuri dhe dham shumë dashuri. Kështu që le t'i jehoj kënga e bukur shqipe në të gjitha sheshet tona kudo që jetojnë shqiptarët. Tenori Kastrio Tusha tha se koncerti është pjesë e një turi artistik me këngë nga të gjitha krahinat shqiptare, ndërsa finalja me këngën Në një flamur të pandar mbart një simbolik të veçantë. Ai vlerësoi publikun pogradecar për respektin ndaj artistëve dhe falenderoi organizatorët për ftesën, duke kujtuar se dhe koncerti i zhvilluar një natë më parë në Strugë ishte pritur me të njëjtin entuziazëm. Është vazhdimësi e koncerteve me të program të bukur nga gjithë Shqipëria, këngë të veriu, të jugut, Shqipërisë mesme, por edhe fillimi me këngët protokoll, edhe sidomos finalen e kemi me këngën Në një flamur të pandar. Është kënaqësi të vish në Pogradec. Ju falenderoj shumë që na bëni pjesë të eventit, të gëzimit veror, tu shikoj që publiku është i mrekullueshëm, si gjithmonë, tim t'i presi dhe respektoj artistën. Një falënderim për organizatorët, kryetarin, dhe shpresojmë që jemi në vazhdimsi të koncertit që besoj publiku do të mbetet i kënaqur. Se informacion? Po është vazhdimsi e koncerteve. Mbrëm ishim në Strugë dhe me një atmosferë festive. Kishin ardhur shumë emigrantë, si sonde këtu në sheshin e Strugës, Buzdrinit, me një pritje dhe duartësie të mrekullueshme. Këngëtarja Enkeleida Arifi u shpreh se mbeti e impresionuar nga natyra, mikpritja dhe atmosfera që krijoi publiku në Pogradec. Ajo theksoi se grupi artistik përvajson treva të ndryshme shqiptare dhe synon të promovojë kulturën, traditat dhe muzikën popullore në çdo vend ku performon. Pas Pogradecit, artistët do të vijojnë turneun me koncerte në Gjilan dhe më pas në Dibër të Madhe. Unë jeva shumë këndshëm e para e punës nga natyra e bukur, nga mikpritja, nga interesi i qytetarëve, sigurisht dhe më pas gjatë performancës u duartërogit shumë, por dhe u kërcye shumë dhe njerëzit nuk kënaqen shumë. Po, do të thënë vetë grupi jonë është formuar i tillë, do të thënë ka një përfaqësim gjeografik, historik të mbar Shqipërisë. Mendoj që përpiqemi të përcjellim muzikën, kulturën dhe traditat e trevave tona kudo që shkojmë. Ku është ndalesa e radhës? Ndalesa e radhës do t'jetë Gjilani në Kosovë dhe më pas do t'jemi në Dibër të Madhe. Këngëtari Hysni Alushi tha se pjesëmarrja e madhe e të rinjve dhe duartërokitjet e publikut ishin shpërblimi më i bukur për artistët. Ai zbuloi se kishte interpretuar një këngë të orkestruar posaçërisht në stilin pogradecar si një homazh për qytetin. Në fund, Alushi përcolli një mesazh për ruajtjen e traditës, identitetit kombëtar dhe këngës shqiptare, duke e cilësuar atë një pasuri që duhet trashëguar brez pas brezi. Edhe pse ndikoi sporti, po unë parë sonde që kishte plot të ri, edhe një pjesëmarrje jashtëzakonshme shumë e bukur, shumë e ngrohtë. Duartërokitjet nuk na munguan, a ishte dhurata më e bukur për ne. Kam orkestruar një këngë në stilin e Pogradecit edhe e kishte kënaqësinë ta këndoja sot në Pogradec.
Ata ka bërë engas për këtë zonë. Ne jemi në sezon, ne vim nga mbrëmja në Strug, edhe atje ishte një koncert madhështor, një ambient shumë i ngrohtë, shumë i bukur dhe i këndshëm. Ishim nga Matran Liçenit edhe erdhëm këtej Liçenit një vit. Dy qytete të mrekullueshme. Të dashur vëllezër dhe motra shqiptar, ju uroj mos të harrojmë traditën, të ruajmë shqiptarinë tonë, të ruajmë këngën tonë të bukura shqiptare. Janë me të vërtetë shumë të bukura. Koncerti Dhe humbi të gjitha mblodhi në sheshin Odeon qytetar, pushues dhe turist, të cilët shoqëruan me dorë trokitje dhe këngë interpretime të artistëve. Mbrëmja u kthye në një festë të muzikës shqiptare, duke përcjell mesazhin e bashkimit përmes artit dhe traditës në një prej destinacioneve më të frekuentuara të sezonit veror.